qytetarëve shqiptar në të 4 anë të vendit. Damet janë kolosale, jo vetëm në infrastrukturën publike të cilat mediat i kanë paraqitur gjërësisht, por janë mira e mira kokë bakti. Janë qindra hektar sera, janë infrastrukturë e vogël e fshatrave, të rënuara si asnjëherë në mote më parë. Këto mote, këto shira të mëdha, dëshmojnë infrastrukturën fiktive në këtë vend ose inekzistente kundër përmbytjeve. Investimet janë në të 4 anë të vendit në sistemin e kanalizimeve, por kanalet janë të mbyllura, janë të mbushura dhe ato nuk ka kusht i hap, sepse parat për mirëmbajtjen e tyre vidhen dhe vetëm vidhen.